Përshëndetje shenja binjakve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi kulla, hëna, 5 shpatat, 3 monedat dhe perandori që rënë të dyja së bashku njëkohësisht. Atëherë ju këtë javë nuk hyni me qetësi. Kulla tregon një tronditje, një lajm, një realizim, një e vërtet që bie e papritur. Mund të mos jetë drame madhe e jashtme, por brenda jush diçka shembet, një iluzion, një pritshmëri, një siguri që mendonit se ishte e fortë. Hëna e thellon këtë, ka konfuzion, ka emocione të turbullta, mund të ndiheni të paqartë, të pasigurt, ose të zhgënjur. Mund të mos dini kujt i besoni plotësisht, ose ndoshta po kuptoni që keni parë diçka me sy idealist. 5 shpatat tregon konflikt, ose me dikë, ose brenda vetes suaj. Pra, ky konflikti mund të jetë edhe ajo ndjesia, për shembull, nuk më pëlqen si përfundoi kjo situatë. Pra mund të ketë fjalë që dhimbin, tension, ose një situatë ku dikush përpiqet të fitojë me çdo kusht, duke vënë në plan të parë egon e tij ose të saj. Por më pas kemi energjinë që fillon dhe stabilizohet. Pra, 3 monedat tregon energji bashkëpunimi. Mund të jetë në formë ndihme, mund të jetë në formë mbështetjeje. Duket sikur nuk jeni vetëm, dikush rreth jush është i gatshëm të punojë me ju për të rregulluar situatën. Dhe perandori në fund tregon që ju rimerrni kontrollin. Pas tronditjes dhe konfuzionit, ju vendosni kufi, ju bëheni të fortë, ju vendosni strukturë. Dhe kjo javë fillon me destabilizim, por mbyllet me forcë ama. Kartat këshillojnë mos reagoni menjëherë kur diçka ju trondit. Lëreni mjegullën të qartësohet. Mos u përfshini në lojra egoje. Dhe kur të vi momenti, merrni kontrollin me qetësi, jo me inat. Kalojmë tek familja. Në familje kemi asi i monedhave, budallaj, perandoresha, 6 monedat. Në familje energjia është shumë e butë, ka fillim të ri, asi i monedhave tregon mundësi konkrete, diçka e re që sjell stabilitet, ndoshta stabilitet financiar, ndoshta stabilitet praktik. Budallaji tregon hap të ri që hidhet pa frikë. Dikush në familje mund të fillojë diçka të re ose ju vetë mund të merrni një vendim që hap një cikël të ri. Perandoresha sjell ngrohtësi, kujdes, dashuri, ka energji ushqyese këtu. Mund të ketë shtim harmonie, afrimitet, ose kujdes më të madh emocional. 6 monedha tregon balancë, dhënie dhe marrje. Në familje këtë javë duket sikur gjërat rregullohen, ka mbështetje reciproke. Kartat këshillojnë të lejoni veten të pranoni ndihmë, mos u mbyllni nga tensionet personale, sepse familja këtë javë është pika juaj e stabilitetit. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 6 shpatat, dielli, kalorësi i kupave dhe 8 shkopinjt. Këtu kemi një narrativ shumë të bukur. 6 shpatat tregon largim nga një fazë e vështirë. Mund të jetë largim nga tensioni, mund të jetë largim nga pasiguria, nga debatet. Është lëvizje drejt qetësisë. Ju po lini pas një periudhë të lodhshme emocionale. Dielli është qartësi, është e vërteta që del në dritë, është gëzim, është sinqeritet, është energji pozitive. Në dashuri kjo është kartë shumë e fortë. Tregon që situata ndriçohet, ose dikush tregohet i hapur, ose ju kuptoni qartë ku qëndroni. Kalorësi i kupave sjell romancë, dikush shpreh ndjenjat. Mund të ketë deklarim, afrimitet emocional ose një gest romantik. Është energji e butë, e sinqertë,
dhe të shkopinjtë tregojnë lëvizje të shpejtë, mesazhe, telefonata, takime spontane, flerte, gjëra të bukura që përshpejtohen. Edhe ky kombinim tregon se pas një periudhe të vështirë, dashuria hyn në një fazë shumë më të qartë dhe më të ngrohtë dhe më ritmike. Dhe ju këtë javë mund të përjetoni një bisedë që sjell qartësi, një deklarim ndjenjash, një rikthim për disa, por këtë herë me sinqeritet, ose mund të jetë një lidhje që përparon më shpejt se sa prisnit. Nëse keni kaluar tension, kjo javë sjell shërim. Nëse keni qenë në pritje, kjo javë sjell lëvizje. Kartat këshillojnë të mos sillni frikën e eksperiencave të kaluara në këtë moment të ri. Mos analizoni tepër kur gjërat po rrjedhin bukur. Lejojeni dritën e diellit t'ju ngro, lejojeni komunikimin. Nëse dikush hap zemrën, hapeni edhe ju, por me sinqeritet. Kjo është një nga energjitë më të bukura të javës për ju. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 7 shpatat, 10 shkopinjtë, 10 shpatat dhe 5 shkopinjtë. Në punë situata është e tensionuar. 7 shpatat tregon mungesë transparence. Mund të ketë informacione të fshehura ose ndjesi që dikush nuk po luan drejt. 10 shkopinjtë tregojnë mbi ngarkesë. Ju mund të ndiheni të lodhur, me shumë përgjegjësi mbi supe. 10 shpatat është fundi i dhimbshëm, mund të jetë shkënjim profesional, përfundimi i një projekti në mënyrë jo të këndshme, ose ndjesia që e tipit mjaft është mjaft, pra stop. 5 shkopinjtë tregojnë konkurrencë, debate, tension mes kolegëve. Kjo nuk duket javë e lehtë në punë, ka stres dhe konflikt. Kartat këshillojnë të mos hyni në përplasje egosh, mos u përfshini në thashe theme. Nëse diçka përfundon, lëreni të përfundojë. Mos mbani barrë që nuk është e juaja dhe mbi të gjitha, mos merrni vendime të nxituara në kulmin e lodhjes. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi stop. Kjo javë ka intensitet. Stop nuk do të thotë të mos veproni fare, do të thotë të ndaloni para se të reagoni, të ndaloni para se të përgjigjeni, të ndaloni para se të merrni vendim të madh. Veçanërisht do të thoja në punë dhe në situata konfliktuale. Pauza do të ishte një armë shumë e mirë dhe shumë e fortë e juaja. Pra në përmbledhje, pak a shumë mund të thoja, fillimi i javës mund të sjellë tronditje personale. Dashuria ndriçohet dhe përmirësohet ndjeshëm. Familja duket si mbështetje. Puna është shumë sfiduese dhe kërkon maturi. Pra ju përfundoni javën më të fortë se sa e nisët. Paçim.